në komision ju la për detyrë administrative, sepse në komision kishte mendime të ndryshme. Nga gjithë antarët e komisionit kishin gjithë idet e tyre për çmimin, se ai projekt vendim ka të bëjë me çmimin që propozon bashkia për menaxhimin e plazheve publike me pagesë. Dhe për çmimin, për tarifimin, kishte mendime të ndryshme nga gjithë antarët e komisionit. Bashkia nuk e kishte të përgatitur një relacion me analizë kostoje për çmimin që kishte të parashikuar, dhe ose që e propozon. Dhe ju la për detyrë bashkisë, administratës, që të bënte një analizë kostoje me çmimin që propozonte vetë, 700 lek për çadër në ditë, dhe me çmimin që propozoi zoti Gumbardi, 500 lek për çadër në ditë. Tani, ne si këshilltar dhe si antar të Komisionit të Ekonomisë, unë e ndjej për detyrë në fakt që ta ndjek hap pas hapi aktivitetin dhe ta monitoroj aktivitetin e bashkisë. Dhe duke bërë dhe analizat e kostove, jemi të detyruar që ne të japim dhe orientimet se si duhet bëhet një analizë kostoje. Në qoftë se aty vihet me 18.000 m2 plazh që bashkia do ta menaxhojë për ta dhënë me tarifim publikut, duhet të llogaritet dhe në bazë të ligjit dhe të rregullave të shtetit se sa duhet jetë hapësira që do të zërë një çadër që do të jepet me... Mirë pra mirë, po unë po sqaroj thirrdi, më vjen keq, po sqaroj sepse... Më fal, është dhe pjesë e plazheve, përderisa e ceku. Po pra, po unë po e sqaroj sepse ngriti shqetësimin zoti Nika, dhe unë po e sqaroj çfarë u la në komision. Në komision u la që bashkia të bëj një analizë të propozimit që i bëm ne. Ishte e pa përgatitur në komision, nuk ishte analiza e kostos, po pra, dhe ne sugjerojmë të gjithë si këshilltar si duhet bërë dhe analiza. Kujt, çfarë duhet i referohet administrata e bashkisë për të bërë një analizë kostoje. Kaq mund ta them dhe diskutimin e vazhdojmë kur vim tek projekt vendimi. Diskutimin tim e qenë se zoti Hoxha e kishe problem këtë gjën. Okej, në rregull, unë po i bindem asaj që thoni juve për t'i qëndruar strikt. Faleminderit. Faleminderit zonja Bezhan.